Në ditën e dytë të edicionit të 4 të samitit të diasporës, kryeministri Edi Rama veçoi rolin kyç të shqiptarëve jashtë vendit në rindërtimin e të ardhmes së vendit dhe rrugën drejt procesit të integrimit. Rama tha se Shqipëria ka kaluar një transformim të thellë dhe tashmë ndodhet në një ngjitje të fundit drejt Bashkimit Evropian. Duke folur për zhvillimin e vendit, Rama e krahasoi punën për Shqipërinë 2030 me një kantier ndërtimi, ku ka pluhur dhe shumë zhurmë shërduese dhe për të ndjerë të fortë përballë rrugës së thelpisur, ka nevojë për forcë dhe frymëzim. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje shqiptarëve kudo në botë që të rilidhen jo vetëm emocionalisht, por edhe në mënyrë aktive me Shqipërinë, duke i ftuar të bëhen pjesë e projektit të madh kombëtar drejt integrimit evropian. Ai theksoi se ky është një mision që shkon përtej çdo qeverie dhe lidhet me amanetin historik të kombit shqiptar, për të qenë pjesë e pandare familjes europiane. Është një privilegj i veçantë të jem sot këtu përpara jush si kryeministri i Shqipërisë, por dhe një kënaqësi e veçantë të vi këtu bashkë me ju, si një zë mes shumë zërash që formojnë bashkësinë e një kombi shumë më të madh se sa kufit e tij. Sepse Shqipëria nuk mbaron aty ku mbaron territori i saj. Shqipëria jeton kudo ku shqiptarët mbajnë gjuhën, kujtesën, shpresën kokëfort dhe ndjenjën e pathyeshme të përkatësisë tyre kombëtare. Dhe sot, kur bota është më e ndërlidhur se kurrë dhe kur fjala si kurrë më parë veje vjen në çast sa hapen mbyll syt nga një kontinent në tjetrin, ju jeni zgjatimi i gjallë i Shqipërisë kudo në botë. Fryma e kombit përtej gjeografisë, prova e tij se identiteti nuk përmblidhet në kornizën e hartës, por zgjerohet nga udhëtimet e njerëzve të tij. Kryeministri i tha diasporës se siç u kishte premtuar, u përmbushi të drejtën e votës. Agenda parashikon për sot zhvillimin e 4 paneleve diskutimi me tematika nga demokracia në diasporë, shëndeti, inovacioni, zhvillimi lokal e rural e deri tek gjua shqipe. Në varësi të temave të diskutimit, të ftuarit në panel do të jenë përfaqësues të fushave nga vende të ndryshme pjesëmarrëse në samit, ministria, kryetar bashkie, shkrimtar, profesor e të tjerë. Dita e dytë e samitit do të mbyllet me një mbrëmje gala në sallën e kongreseve.